Përshëndetje dhe mirë se erdhët ju të shenjës së Bricjapit, elementit tokë. Do bëjmë lecimin e radhës me hapjen e letrave që quhet Celtic Cross. Të dashur, të gjitha këto letra kanë një mesazh dhe kohën e tyre, si aktuale, kaluare, ardhmja afërt, sfidat, frikrat, rezultatet dhe kështu me radhë. Po duke i marrë në dorë dhe duke ju shpjeguar. E para është aktuale. Kohët e fundit, të dashur Bricjapi e bërë sikur më ndjeshme se zakonisht. Ndoshta një person ka arritur të prek diçka brenda teje, ose një situatë të prek diçka brenda teje. Ose thjesht po ndjen nevojën për më shumë afërsi, mbështetje, për diçka që të mbush më shumë emocionalisht. Në të njëjtën kohë, mund të ndihesh pak e pasigurt se si ta shprehesh apo si të arrish aty, si të flasësh për ndjenjat apo për gjërat pa u ndier e pa mbrojtur. Këshilla e kësaj letre: lejo veten të tregosh çfarë ndjen, mos prit që tjetri apo situata të sjell ta kuptosh atë gjë. Thuaj hapur, sepse ndjenjat e mbajtura brenda krijojnë distanca apo largim nga ajo situatë. Kjo është situata aktuale. Problemi apo sfida, të dashur, është tre të ujit. Ka njerëz që të rrethojnë, por jo gjithmonë ndihesh e kuptuar, Bricjap. Ndoshta ndonjë miqësi po ndryshon, ose ndonjë person që ke patur afër nuk po të jep më të njëjtën mbështetje. Sfida jote është të dish kujt t'i besosh dhe mos edhe me kë të ndash veten apo hallet e tua. Këshilla: mos i mbyll të gjithë në një thes. Ka njerëz që duan të jenë aty për ty, por duhet t'i lejosh apo të seleksionosh, të dashur Bricjapër. E kaluara që ndikon është asi i tokës. Ke punuar shumë për stabilitetin tënd, për punë, për para, për siguri, dhe kjo është baza jote e fortë. Por në këtë moment po ndihesh sikur gjithçka materiale nuk mjafton më. Ti ke ndërtuar jetën me mend, por tani zemra kërkon diçka tjetër. Këshilla e kësaj letre: ajo që ke ndërtuar është e vlefshme, absolutisht. Thjesht kujdesu të mos përdorësh punën si mënyrë për të shmangur ndjenjat apo për tu treguar çfarë me të vërtetë po ndjen. E ardhmja e afërt të dashur Bricjapër është 4 të zjarrit. 4 të zjarrit vjen apo tregon një periudhë më të qetë, ndoshta një moment gëzimi me njerëz të afërt, një takim i rëndësishëm, ose një ndjenjë stabiliteti që po të rikthehet. Në punë mund të ketë një rezultat që të jep siguri, ose një bashkëpunim që të bën të ndihesh e vlerësuar. Kjo tregon që një kthim nga ajo çfarë po ndjen, pak si boshllëk që nuk do të patjetër në dashuri, boshllëk në diçka dhe më në fund po kthehet një gjë që do të jap siguri, ose një bashkëpunim që të bën të ndihesh vërtet e vlerësuar. Mesazhi i kësaj letre, të dashur Bricjap, tregon: mos harro të festosh edhe hapat e vegjël apo gjërat e vogla. Kjo periudhë është për të stabilizuar, jo për të kontrolluar çdo gjë. Perandori është vetdia juaj. Se kam dhe perandoreshën këtu prandaj. Në mendje ti e di që je njëri që mban shumë përgjegjësi. Ti ajo që organizon, planifikon dhe mban të tjerët në këmbë. Por kjo letër të kujton se ndonjëherë po e tepron me kontrollin. Këshilla e kësaj letre, të dashur Bricjapër: mos mendo se gjithçka vjen në tokë nëse nuk je ti që e mban. Jepu të tjerëve më shumë besim. Kjo do të ulë pak presionin që po e ndjen çdo ditë. Perandoresha që është nënvedia juaj. Brenda teje ke shumë dashuri dhe kreativitet që presin të shprehen. Por mund të ndihesh sikur askush nuk e sheh anën tënde të butë, që është shumë gabim, që nuk është e vërtetë. Sepse je mësuar të tregosh vetëm forcën gjithkohën, prandaj, të dashur Bricjapër,
Kujdesu për veten, për trupin dhe për shëndetin emocional. Nuk mund është mesazhi, nuk mund të japësh nëse nuk ushqen veten apo nuk kujdesesh për veten tënde. Ndikimi yt personal është koll, që është gjykimi. Po arrin në një moment të zgjimi, një situatë ose një person po të detyron të rishikosh gjithçka. Çfarë do vërtet? Çfarë janë prioritetet e tua? Ky është momenti për vendime të rëndësishme, jo për të tërhequr apo për të ndaluar. Këshilla në këtë letër thotë: mos u kthe më pas nga frika. Nëse diçka nuk përputhet me vlerat e tua, është koha të mbyllet ky kapitull. Ndikimet nga jashtë, të dashur Britqaper. Rrethe ka ndikime që të bllokojnë, njerëz që dyshojnë, që vendosin kufi, ose situata që të mbajnë në vend, nuk të lënë të ecësh para, por në fakt ti ke më shumë liri se ç'mendon. Këshilla e kësaj letre: mos kërko leje për të ecur përpara. Ti nuk i detyrohesh askujt që të mbetesh apo matesh siç duan ata, apo të mbetesh në të njëjtin vend. Shpresat dhe frikrat, të dashur Britqaper, është 4 të ajrit. Në zemër do vetëm pak qetësi, por ke frikë se po pushove, diçka do të humbësh. Kjo është periudhë ku duhet të rifitosh balancën mes punës dhe pushimit. Këshilla e kësaj letre: pushimi është pjesë e suksesit, të dashur Britqaper. Nëse nuk ndalesh për pak, do vazhdosh të rrotullohesh në të njëjtin cikël, pa frymë. Dhe rezultati që është 7 të ajrit, të dashur, në fund del qartësia. Dikush mund të tregoj vetëm ashtu siç është, ose ti mund të kuptosh diçka që nuk ishte e sinqerta, por nuk e shikoj e qartë. Kjo nuk është letër e keqe, është letër që të hap syt. 7 të ajrit tregon që vërtet do të sjell apo do të jap një qartësi të madhe në këtë rrugtim për çfarëdo që të jetë. Këshilla e kësaj letre: mos ke frikë nga e vërteta. Ajo mund të të lëndojë ndoshta për momentin, por do të shpëtojë nga shumë keqkuptime në të ardhmen apo gabime në të ardhmen. Të dashur Britqaper, ky është momenti ku balanca është gjithçka. Ti nuk ke nevojë të jesh vetëm e fortë, ke nevojë të jesh dhe e qetë. Në punë do vi stabiliteti që e ke kërkuar aq shumë, apo në dashuri, çfarëdo që të jetë, dhe rezultatet. Por në jetën emocionale ke nevojë për më shumë sinqeritet, komunikim dhe kujdes për veten. Mos i mbaj të gjitha për vete. Lejo të tjerë të kujdesen për ty, po aq ti kujdesesh për ta. Pra, ti nuk ke humbur, nuk ke për të humbur, pra them ashtu, kontrollin nëse hap zemrën apo lejon të tjerët. Përkundrazi, aty do ta gjesh qetësinë që ke kërkuar, apo qartësinë që të mund të ecësh para, të dashur Britqaper.